Ju përshëndes nga lajmet e mesditës, këtu në Top Channel, ju njoh me titujt kryesor. Në kuvend pati debate lidhur me qëndrimin që duhet të mbajë Tirana zyrtare për deklaratën skandaloze të ministres serbe Snežana Paunović se do ta kishte pastruar etnikisht Kosovën. Redi Muçi kërkoi që Shqipëria ta shpall non grata. Elisa Skropali, ish ministre e punëve të jashtme, njofton se ka dorëzuar në Asamblenë e Partisë Socialiste një mocion për hapjen e debatit mbi një marrëveshje të re për Shqipërinë. Me këtë lëvizje ajo thotë se ju përgjigj thirrjes së vet kryetarit Rama. Partia Demokratike ka ekipin e ri drejtues. Flamur Noka u rikonfirmua për një mandat të dytë si sekretar i përgjithshëm. Agron Gjekmarkaj, Gazmend Bardhi, Belind Këlliçi, Nikola Kedhi dhe Erisa Bajaziti janë 5 nënkryetarët. Kosova po shqyrton mundësinë e përfshirjes në projektin amerikan të furnizimit me gaz të lëngshëm. Albin Kurti thotë se do të bashkëpunojmë me Shqipërinë, specifikisht përmes portit zyrtar dhe termocentralit të Vlorës. Deklarata skandaloze e ministres serbe Paunović shpërndoi debate në Parlamentin e Shqipërisë ku nuk merr pjesë opozita. Redi Muçi i Lëvizjes Bashk kërkoi reagim nga kryeministri Edi Rama. Socialistët replikuan me të duke i kujtuar se Shqipëria reagoi përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme. Për këto zhvillime do të shkojmë tani live me gazetarin ton Muhamet Veliu. Muhamet, përshëndes. E nisim fillimisht me një përmbledhje të asaj se çfarë ka prodhuar kjo seancë plenare deri më tani. Doris dhe unë të përshëndes, kjo është seanca e tretë plenare e parlamentit, ku nuk merr pjesë opozita, motivi i njëjtë, pra aq kohë sa parlamenti nuk zhvillon në një mocion me debat për kërkesat e protestuesve, opozita nuk merr pjesë. Seanca plenare ka nisur me një kërkesë të grupit parlamentar të Partisë Socialiste për të diskutuar me procedurë të përshpejtuar disa ndryshime në ligjin për turizmin. Taulan Balla shpjegoi se ndryshimet kanë të bëjnë me pezullimin e ndërtimit gjatë sezonit turistik, standardizimin me yjet hoteleve, si dhe regjistrin elektronik për të gjithë ata që frekuentojnë hotelet. Redi Muçi i Lëvizjes Bashk ka kërkuar që të reagojë kryeministri Edi Rama për sa i përket deklaratës skandaloze të ministres serbe, por socialistët janë përgjigjur se reagimi i qeverisë shqiptare nëpërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme është i duhuri dhe i mjaftueshëm. Në këtë debat është përfshirë edhe deputeti socialist Ardit Bito, i cili tha që propozimi vjen në formën e një populizmi ekstrem, madje e ka quajtur lëvizjen Bashk në kufijt e një lëvizje antikombëtare. Ndjekim bashkë një pjesë nga debati sot këtu në Parlamentin e Shqipërisë për këtë çështje. Çfarë pret qeveria shqiptare dhe kryeministri i Shqipërisë për të reaguar ndaj deklaratës së ministres serbe Paunović se do ta kishte pastruar etnikisht Kosovën nga shqiptarët. Kosova ndërkohë ka shpallur persona non grata zonjën. Nëse kryeministri i Shqipërisë nuk mban qëndrim ndaj një deklarate për pastrimin etnik të popullit shqiptar që jeton jashtë kufive, atëherë për çfarë do mbaj qëndrim pra? Ky që zbuloi agjenturat e huaja dhe grupet armiqësore brenda protestës, si ka mundësi që nuk mban qëndrim për një deklaratë të ministres serbe për pastrimin etnik të shqiptarëve që jetojnë jashtë kufive tan pra? Ne nuk tallemi me çështjet kombëtare. Kemi ne Karagjosi puna jote. Dhe qëndrimin e kemi mbajtur në nivelin e qeverisë, nga ministri i jashtëm. Kam nderin të jem kryetari i këtij grupi parlamentar dhe kam reaguar shumë përpara teje. Ti ishe në gjumë kur kam reaguar unë. Natyrshëm ky akt i dënueshëm është dënuar edhe nga autoritetet politike përfaqësuese me cilët ne komunikojmë, Komisionin Evropian. Edi Rama është i vetmi kryeministër në historinë e këtij vendi që nga 1912, i cili çështjen e Kosovës e ka ngritur mund mes Beograd dhe ka bërë me dije qartësisht edhe sfundmin Bruksel që Kosova është shtet i pavarur. Se dëgjuam përfaqësuesit e një lëvizjeje që për mua është në kufijtë antikombëtares të na fliste për Kosovën duke reaguar me orë të tëra vonesë. Kur vjen fjala
për spastrimin etnik në Çamëri, që ky shtet e njeh si ditë genocidi ndaj shqiptarëve të Çamërisë, partizat e vogla munguan në këtë sallë të nderuar, ata zgjodhën që në ditën që dënohet genocidi e në ditën që dënohet spastrimi etnik, të fshihen si struci dhe të zhduken. Ndërkohë, Muhamet, përveç debateve që ndoqën, sot në parlament Elisa Spiropali njoftoi iniciimin e një debati kombëtar për një marrëveshje të re. Si është pritur kjo lëvizje e fundit e ish-ministres së punëve të jashtme nga kolegët e saj? Për momentin Doris nuk ka ndonjë reagim nga kolegët e zonjës Spiropali, megjithatë është një zhvillim brenda Partisë Socialiste i cili vjen pas një mori me komentesh dhe statusesh nga Elisa Spiropali, nga ku ajo ka ngritur një mori me shqetësime, duke vënë theksin tek meritokracia dhe siç i kërkoi kryesocialisti Edi Rama, ajo sot i ka zyrtarizuar këto qëndrime përmes një dokumentit të cilin ja ka dorëzuar Asamblesë Kombëtare me atë synim që ajo e quan për marrëveshjen e re të Shqipërisë. Zonja Spiropali u kujdes në deklarimin e asaj të thoshte se kjo iniciativë e saja, kjo lëvizje politike nuk synon për çarjen e Partisë Socialiste, por e vuri theksin tek nevoja se Shqipëria nuk ka nevojë për një kontratë të re elektorale, por për një kontratë të re besimi. Ndjekim se çfarë tha Elisa Spiropali pak përpara se ajo të mbrinte në seancën plenare këtu në Parlamentin e Shqipërisë. Kohëve të fundit keni shprehur një mori me shqetësime, por kryetari i partisë ju ka thënë adresoni, kanalizoni në rrugën e partisë. Kur do ta bëni këtë? E mbajta premtimin sot dhe sapo dorëzova në Asamblenë Kombëtare të Partisë Socialiste mocionin për hapjen e debatit për marrëveshjen e re për Shqipërinë. Nuk është vetëm një dokument i imi, është i hapur për të gjithë anëtarët e Partisë Socialiste. Kërkon një marrëdhënie më të drejtë midis shtetit dhe qytetarit. Kjo nuk është një përpjekje për fraksion, as për ndarje, as për përçarje. Kjo është një përpjekje për bashkim të gjithë energjive progresiste të Partisë Socialiste edhe shoqërisë shqiptare. Ne duhet t'i përgjigjemi qytetarëve, jo me arrogancë, po me për ulësi, duke i dëgjuar dhe duke i kanalizuar në rrugë edhe institucionale kërkesat e tyre. Ministri Andi Salla mbrojti në kuvend projektligjin e dëftesave tregtare në bujqësi, duke thënë se ky mekanizëm i jep siguri fermerëve. Erion Braçi ndërpreroi fjalën dhe sqaroi se asnjë dëftesë nuk ka vlerë nëse grumbulluesit vazhdojnë të imponojnë fermerëve çmime ekstremisht të ulta. Një nisëm ligjore që synon të krijojë një instrument modern financiar në shërbim të zhvillimit bujqësor shqiptar, duke forcuar marrëdhëniet ndërmjet fermerëve, operatorëve ekonomik dhe institucioneve financiare. Ky projekt ligj është një përgjigje ndaj një nevoje konkrete që ka sektori bujqësor dhe që është evidentuar prej vitesh nga fermerët, bizneset, agroshqimor dhe institucionet financiare. Prandaj, nëse duam të bëjmë diçka dhe të japim sukses kësaj skeme që po miratojmë sot me ligj, do duhet që ta nisim nga aja, nga sistemi fiskal që kemi për prodhimin bujqësor dhe për produktet bujqësore. Nëse s'bëjmë këtë, ky ligj ka dështuar që tani. E dyta gjë që duhet bërë, duhet ndarë zotruesi i inputeve bujqësore, nga grumbulluesi, nga eksportuesi, dhe në fund fare edhe nga financuesi. Se në rastin kur janë të tre bashkë, ajo do të ndodhë që shkruar këtu, që çmimi që do imponojnë bujkut është gjithmonë e më i ulët. Shpreha që përdoret sot nga këta do ta lësh shalqinin me këtë çmim, me 5 lek, me 6 lek, apo jo? Jo. E po ik pirdhu, më falni për shprehen, ik pirdhu se nuk ta marr. Kjo është marrëdhënia tregtare sot atje në fusha. Asnjë dëftesë tregtare nuk do ta mbrojë bujkun nëse ne nuk rregullojmë tregun. Nuk rregullojmë sistemin fiskal dhe nuk mbrojmë bujqit nga fillimi, nga financimi i prodhimit të tij e deri në fund. Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike zgjodhi ekipin e ri drejtues. Flamur Noka u rikonfirmua për një mandat të dytë si sekretar i përgjithshëm. Agron Gjekmarkaj dhe Gazmend Bardi ruajtën postin e nënkryetarit. 5 e nënkryetarëve e plotësojnë Belin Këlliçi, Nikolla Kedi dhe Erisa Bajaziti.
Zgjedhja e kupolës së re drejtuese të PD-s nuk prodhoi surpriza. As numrit 1, as numrit 2 në Partinë Demokratike nuk ndryshon. Flamur Noka do të vijojë të jetë krau i djathtë i Sali Berishës pasi rikonfirmoi postin në një garë të lehtë me Sajmir Korreshin, ku diferenca ishte me 100 vota. Luciano Boçi mbeti jashtë kupolës drejtuese të partisë pasi humbi përballë Belind Këlliçit, i cili siguroi karrigen e nënkryetarit me 64 vota më shumë. Oert Bylykbashi nuk u bë pjesë e garës, ndërkohë 2 nënkryetar të rinj u bashkuan ekipit blu, Nikola Kedhi dhe Erisa Bajaziti. Gazmend Bardhi dhe Agron Gjekmarka i siguruan karriget e nënkryetarit për shkak të posteve që mbajnë në kuvend. Adriana Kalaja ndroi mendje dhe nuk hoqi dorë nga drejtimi i Komisionit të Apelimit, duke u rikonfirmuar sërish. Spastrimi kapi vetëm sekretariatet. Pas largimit të Ervin Minarollit ju hap rruga Klevis Balliut për të marrë postin e sekretarit organizativ, i cili fitoi me 111 vota plus. Marash Logu siguroi postin e sekretarit për çështje ligjore dhe zgjedhore pasi Ivi Kaso hoqi dorë, ndërsa Franci Nuri do të drejtojë sekretariatin për të drejtat e njerëzit, duke zëvendësuar në këtë post Bislim Ahmetaj, që nuk u rikandidua nga lidershipi i partisë. Pushteti vendor mbeti sërish në dorën e Ylli Aslanit, ndërsa sekretariati për diasporën këtë herë ju la Temagës, i cili emigroi drejt Francës gjatë eksodit të ambasadave. Lindita Mandia humbi karrigen e sekretares për çështjen e pronave, pasi u mund në garë nga Endira Bushati. Policia ka ndaluar detoreshën e postës së Durrësit, shefen e financës dhe arkëtarën, pasi kontrolli zbuloi mungesën e 3 milion eurove në ark. Tre zyrtarët dyshohet se kanë abuzuar me fondet e shërbimit të pagesave për qytetarët. Drejtoresha e shkarkuar e filialit të postës në Durrës, Elizabeta Mataj, i shefja e financës Valbona Duni, si dhe arktarja Paula Dana, janë ndaluar pas ditën e së mërkurës në kuadër të hetimit për abuzimet me fondet e shërbimit të pagesave për qytetarët, pas kallëzimit penal të depozituar nga Posta Shqiptare. Prokurori Gazmend Frëngu ka nisur menjëherë veprimet hetimore. Tre të dyshuarët janë paraqitur sot fillimisht në prokurorinë e Durrësit për të marrë në pyetje dhe më pas janë ballafaquar në ambientet e drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit. Në përfundim të këtyre veprimeve, prokurori ka urdhëruar ndalimin e tyre. Hetimi lidhet me dyshimet për shpërdorim detyre, përvetësim fondesh dhe parregullsi në administrimin e dokumentacionit financiar të filialit të Postës Shqiptare në Durrës. Grupi hetimor po verifikon të gjitha lëvizjet financiare, procedurat e ndjekura dhe dokumentacionin e administruar nga filiali. Paralelisht me hetimin penal, Drejtoria e Përgjithshme e Postës Shqiptare ka nisur sot një auditim të dytë të brendshëm në filialin e Durrësit. Kontrolli i thelluar financiar pritet të zgjasë për gjatë javëve në vijim, ndërsa gjetjet do t'i vijë në dispozicion prokurorisë si pjesë e materialeve hetimore. Hetimet pritet të përcaktojnë përgjegjësitë konkrete të secilit person të përfshirë, masën reale të dëmit ekonomik dhe nëse në administrimin e fondeve të Postës Shqiptare janë konsumuar edhe vepra të tjera penale. Një aksident me pasojë plagosje ndodhi në kryqëzimin e pushimit të shoferit në autostradën Lushnjë-Fier. 2 mjete janë përplasur dhe për pasojë, drejtuesi i njërës prej tyre është transportuar me urgjencë nga ambulanca në spitalin e Lushnjës dhe po kujdesen bluzat e bardha për të. Policia e qarkullimit rrugor ka shkuar menjëherë në vendngjarje dhe po disiplinon trafikun e rënduar me disa kilometra radh në korsin drejt Fierit. Sipas të dhënave të para, drejtuesi i mjetit tip Volkswagen ka hyrë në kryqëzimin nga rruga dytësore e aksit, pushimi i shoferit Divjak dhe mjeti tip mini furgon që udhtonte drejt Fierit nuk ka mundur të shmangë përplasjen. Kryqëzimi i pushimit të shoferit mbetet çdo ditë një nyje e zezë derisa ARSH të vendosë të investojë për mbikalimet e autostradës Lushnjë-Fier, të cilat janë të papërfunduara që prej hapjes së autostradës. Elbasani regjistron shifra të larta në aksidente rrugore. Drejtuesit thonë se do të marrin masa, ndërkohë që vetëm në 6 muajt e parë të vitit ka pasur 13 aksidente fatale. 13 aksidente rrugore me pasoja fatale për jetën kanë ndodhur në qarkun e Elbasanit në periudhën janar-korrik 2026. Nisur nga statistikat e rënda, por edhe me nisjen e sezonit turistik, Policia rrugore ka shtuar masat për rritjen e sigurisë, ndërkohë që vazhdon të bëjë apel për kujdes nga ana e drejtuesve të mjeteve.
Me hyrje në fuqi edhe të kodit të ri rrugor, të ashpra do t'jenë masat ndaj shkelcëve të përsëritur të rregullave të qarkullimit rrugor. Ky është një problem që ne do ta ndjekim vazhdimsi. Krahas kësaj, me shërbimet tona kemi është rritur numri i masave administrative kundër drejtuesve të mjeteve. Në kuadër të një komunikimi të ri publik, drejtori i Policisë së Qarkut të Elbasanit, Fatmir Hoxha, zhvilloi një konferencë përshtyp mbi punën e zhvilluar gjatë periudhës maj-qershor 2026, ku evidentoi edhe aksionet e zhvilluara kundër veprimtarisë së paligjshme të trafikimit të lëndëve narkotike. Policia e Shkodrës ka sekuestruar sot 4 armë zjarri dhe sasi të konsiderueshme municioni. Në pranga është vënë 21 vjeçari që mbante sende të kundërlishme në banesën e tij në fshatin Trush. Arrestimi i tij u bë si rezultat i administrimit të shpejtë të një informacioni të siguruar gjatë punës operative dhe operacionale. Policia tha se gjatë kontrollit në banesën e të riut në fshatin Trush, u gjetën sasi të konsiderueshme municioni dhe 4 armë, një automatik, një pushk dhe 2 armë gjahu, të cilat u dërguan në Institutin e Policisë Shkencore për ekzaminim të mëtejshëm. Kosova po shqyrton mundësinë e përfshirjes në projektin amerikan të furnizimit me gaz të lëngshëm. Albin Kurti foli për bashkëpunim me Shqipërinë, specifikisht përmes portit detar dhe termocentralit të Vlorës. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti duket se i është dorëzuar pretendimeve të përsëritura të SBA-s dhe njoftoi se qeveria e tij po shqyrton mundësinë e përdorimit të gazit të lëngshëm amerikan LNG përmes një bashkëpunimi me Shqipërinë dhe termocentralin e Vlorës. Deklarata u bë gjatë ceremonisë së vendosjes së gurthemelit për ndërtimin e një parku solar me kapacitet prej 105 megavatësh në Rahovec. Po shqyrtoj mundësinë për të përdorur gazin e lëngëzuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes bashkëpunimit me Shqipërinë në termocentralin e Vlorës. Kjo është era e parë që Kurti ose një përvajsues i qeverisë deklaron publikisht se Kosova po shqyrton mundësinë e përfshirjes në projektin amerikan të furnizimit me LNG. Pas thirrjeve të vazhdueshme nga Shtetet e Bashkuara. Qeveria e tij është përballur prej muajsh me kërkesa nga ambasada amerikane në Prishtinë, Dhoma Ekonomike Amerikane, Dhoma Ekonomike e Kosovës dhe partitë opozitare për t'u bashkuar projekteve rajonale të gazit amerikan. Aktualisht rreth 90% e energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga termocentralet me qymërguri, ndërsa vetëm 10% sigurohet nga burimet e ripërtëritshme, si energjia hidrike apo ajo e erës. Për të përballuar kërkesën sidomos gjatë muajve të dimrit dhe verës, vendi është mbështetur edhe në importin e energjisë elektrike. Kosova është përballur me paralajmërime se mospërfshirja në projektet rajonale të LNG-s mund të ndikojë negativisht në partneritetin e saj strategjik me Shtetet e Bashkuara. Parlamenti italian ka rrëzuar një amendament kyç të reformës zgjedhore të propozuar nga partia e kryeministres Giorgia Meloni, duke i dhënë një goditje të fortë politike qeverisë së saj. Fitoi Moçali, tha Meloni në fund të votimit. Giorgia Meloni pësoi një tjetër disfat politike në parlament, ku reforma zgjedhore e propozuar nga kryeministri e djathtë e Italisë u refuzua, pavarësisht se partnerët e koalicionit kishin premtuar mbështetjen e tyre. Amendamenti që kërkonte qeveria e saj ra me një diferencë minimale votash, 188 vota kundër dhe 187 pro, duke i dhënë opozitës një argument të ri për ta sulmuar politikisht. Ky rezultat konsiderohet një goditje për Melonin, e cila prej kohësh synon një reformim të thellë të sistemit zgjedhor. Objektivi i saj është që në të ardhmen kryeministri të zgjidhet drejt për drejt nga qytetarët dhe partia fituese të përfitojë një bonus mandatesh për të siguruar stabilitet qeverisës. Megjithatë, amendamenti i votuar nuk kishte të bënte me të gjithë paketën e reformës, por vetëm me mundësinë që zgjedhësit të favorizonin kandidat të caktuar në listat e partive përmes votës preferenciale. Pikërisht kjo pikë u rrëzua në votimin e fshet, duke treguar se edhe brenda shumicës qeverisës e pati deputet që nuk e mbështetën propozimin. Me njëherë pas votimit, opozita kërkoi dorëheqjen e Melonit dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme. Disfata konsiderohet veçanërisht e ndjeshme pasi partnerët e koalicionit Forca Italia dhe Lega kishin deklaruar publikisht se do ta mbështesnin amendamentin. Në vazhdon e humbjes, Meloni reagoi shkurt duke deklaruar: "E provuam, edhe një herë fitoi Moçali." Italia pritet të mbajë zgjedhje parlamentare vitin e ardhshëm, ndërsa sondazhet vazhdojnë të rendisin Melonin dhe partinë e saj në krye të preferencave të elektoratit.
Dialogu strategjik mes Shteteve të Bashkuara dhe Serbisë është konsideruar nga Beogradi si një epokë e re e marrëdhënieve me amerikanët, ndërsa ministri i jashtëm serb ka thënë se pjesë e diskutimeve do të jetë edhe Kosova. Departamenti Amerikan i Shtetit deklaroi se dialogu strategjik mes SBA-s dhe Serbisë përfaqëson një epokë të re në marrëdhënie dypalëshe dhe dëshmon përkushtimin për thellimin e partneritetit mes dy vendeve. Në një përgjigje për Radion Europa e Lirë, Dash theksoi se dialogu do të fokusohet tek paqja dhe stabiliteti rajonal, forcimi i bashkëpunimit ekonomik, arsimor, si dhe ndërtimi i një partneriteti më të gjerë mes tyre. Aty nënvizohet po ashtu se sekretari i Shtetit Marco Rubio e kishte njoftuar që në 6 gusht të vitit të kaluar se SBA-ja do të nisë këtë dialog me Serbinë. Raundi i parë i tij pritet tani të mbahet në 17 korrik. Ministri i jashtëm serb Marko Đurić e cilësoi këtë si një moment historik, duke argumentuar se ai do të forcojë pozitën ndërkombëtare të Serbisë dhe do të krijojë mundësi për diskutimin e çështjeve me interes për Beogradin, përfshirë Kosovën. Është e rëndësishme për ne dhe për Kosovën, ku mbështetemi në mbrojtjen e popullit tonë, si dhe për Republikën Srpska, ku vitin e kaluar patëm mirëkuptim të konsiderueshëm nga administrata e presidentit amerikan Donald Trump për zgjidhjen e problemeve në Bosnjë-Hercegovinë, tha ai. Dialogu strategjik është një mekanizëm të cilin SBA-ja e zhvillon me partnerë të ndryshëm për të zgjeruar bashkëpunimin në fusha si ekonomia, siguria, energjia dhe politika e jashtme. Nisma vjen në një kohë kur Washingtoni synon të forcojë praninë e tij në Ballkanin Perëndimor, të zvoglojë ndikimin rus dhe kinez në rajon dhe të mbështesë përparimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë drejt një marrëveshje përfundimtare. Kanadaja po përballet me zjarre të fuqishme. Aktive janë ende 54 vatra zjarri, ndërsa flakët përhapen me shpejtësi për shkak të erës deri në SBA. Qielli në Toronto, por edhe në New York, ka marrë ngjyrë portokalli. Zjarre pyjore masive kanë përfshirë Kanadan, duke ndikuar mes të tjerash edhe në një përkeqësim të ndjeshëm të cilësisë së ajrit në një pjesë të madhe të Amerikës së Veriut. Rreth të dëndura të tymit nga zjarret në perëndim të Ontarios dhe Minnesotës kanë mbuluar rajonin e liçeneve të mëdha në verilindjen e SBA-s, duke krijuar kushte të rrezikshme për shëndetin e miliona banorëve. Qielli në Toronto ka marrë ngjyrë të theksuar portokalli, e skena të ngjashme janë parë edhe në disa zona të shteteve amerikane si New Yorku, Massachusetts dhe Vermonti. Sipas meteorologëve, ndryshimi i drejtimit të erërave ka bërë që tymi të përhapet drejt jugut. Sipas qendrës kanadeze të zjarreve pyjore, në vend regjistrohen aktualisht 54 zjarre aktive, ndërsa vetëm të mërkurën u regjistruan edhe 13 vatra të reja. Holy shit. Flak masive janë përhapur edhe në veri të Minnesotës, ku temperaturat e larta dhe moti i thatë vazhdojnë të favorizojnë përhapjen e flakëve. Si pasojë e përhapjes së tymit, autoritetet kanë lëshuar alarme për cilësinë e ajrit në pjesë të Minnesotës verilindore, ku banorëve u është rekomanduar të shmangin në aktivitetet e zgjeruara në ambient të hapur, veçanërisht personat me probleme të frymarrjes, të moshuarit dhe fëmijët. Këshilla të ngjashme janë dhënë edhe në disa shtete të tjera amerikane, ndërsa erët e tymit tani po lëvizin drejt lindjes. Ndërkohë, një video publikuar së fundmi është bërë virale në rrjetet sociale. Pamje të filmuara nga kabina e një lokomotive tregojnë momentin kur një tren kalon mes përmes një zjarri të madh pyjor në Kanada, me flakët që përfshin të dy anët e hëkurudhës. Sipas raportimeve, ekuipazhi nuk pësoi lëndime dhe treni arriti të kalonte i sigurt zonën e përfshirë nga zjarri. Autoritetet kanadeze thonë se temperaturat e larta dhe thatësira kanë vijuar të krijojnë kushte të favorshme për përhapjen e flakëve. Policia angleze arrestoi një person i cili kërcënoi se do të vriste udhëheqësin e Partisë Reforma, Nigel Farage. Policia ka arrestuar një person që ka kërcënuar në media sociale se do të qellojë në kokë dhe vras udhëheqësin e Partisë Reforma, Nigel Farage, partinë opozitë në Britani, e cila në sondazhet e opinionit publik gjatë tërë vitit ka qenë mbi Partinë Laboriste në pushtet të kryeministrit në ikje Sir Keir Starmer. I dyshuari e cilëson veten si terrorist në postimet e tij në mediat sociale dhe në një prej tyre ka paralajmëruar Nigel Farage se unë do të qelloj në kokë nëse ti fiton, sipas Telegraph të Londrës. Ky lajm vjen në një kontekst të ngarkuar kur një javë më parë u vra si objektiv i targetuar ish-ministra e brendshme britanike në kohën e konservatorëve që drejtuan Britaninë për 15 vjet përpara fitores së laboristëve në 2024, Anne Widdecombe, e cila së fundmi ishte zëdhënësja për çështjet e ligjit dhe drejtësisë e Partisë Reforma të Nigel Farage.
e njohur për narrativën populiste dhe anti-emigracion. Po sot, para daljes së lajmit të arrestimit të dyshuarit, një drejtues i lartë i kësaj partie deklaroi se nëse Partia Reforma vjen në pushtet, ajo do të ofrojë mbrojtjen e përshtatshme 24 orë si për deputetët aktual, ashtu dhe ish deputetët britanik, pas specifikuar qifrën monetare të një operacioni të tillë policor. Në Gjirokastër do të qëndrojë hapur për 10 ditë një ekspozite veçantë. Shtypi i viteve 1950 deri në 1990 është ekspozuar në Muzeun e Luftës së Ftohtë, duke tërhequr më shumë turistë që vizitojnë këtë muze. Gazeta dhe votimet e periudhës të viteve 1950-1990 janë bërë pjesë e një ekspozite të veçantë të çelur nga Biblioteka Apostol Meksi në ambientet e Muzeut të Luftës së Ftohtë në Gjirokastër. Të vendosura për gjatë mureve të tunelit, materialet u japin vizitorëve mundësinë të njihen me mënyrën se si pasqyroheshin ngjarjet, propaganda dhe jeta e përditshme gjatë regjimit komunist, duke e kthyer vizitën në një përjetim edhe më të plotë historik. Në këtë ekspozit përfshihen ngjarjet më të rëndësishme të shtypit të kohës të asaj periudhe, të cilat ishin bunkerizimi i vendit. Ndërto në këtë ekspozit kemi përfshirë dhe disa artikuj nga festivali i 11 i këngës. Ekspozita e ka zgjuar interes të veçantë edhe tek turistët vendas dhe të huaj. Tuneli ishte shumë i madh nga sa e kisha imagjinuar. Qyteti është i qetë, shumë i bukur dhe pamja është fantastike. Ekspozita me gazetarët e bën vizitën tonë edhe më interesante dhe na ndihmon të kuptojmë më mirë historinë e këtij vendi. Tuneli është shumë interesant dhe me një histori të veçantë. Vizitova të gjitha hapësirat, përfshirë mensën. Ndërsa gazetat e ekspozuara nga periudha e diktaturës e bën këtë vend edhe më domethënës. Do t'u rekomandoja të gjithëve të vizitonin Gjirokastrën dhe Shqipërinë, sepse është vërtet një përvojë mrekullueshme. Ekspozita do të qëndrojë hapur për 10 ditë, ndërsa organizatorët bëjnë me dije se kjo është vetëm nisma e parë. Në vijim, hapësirat e Muzeut të Luftës së Ftohtë do të pasurohen me ekspozita të tjera tematike, me synim për të rritur vizitueshmërinë dhe për të kthyer këtë objekt historik në një destinacion kulturor, gjithnjë më tërheqës gjatë gjithë vitit. Kemi rritur në fund të lajmeve të mesditës, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.